Afrim, kjo po thu që është zgjedhja e mijës vetë, nuk është që ju ja keni imponu ka më shku ka arti, më shku ka muzika. Po për mua është, janë dy gjona, e para është e pamundur, edhe e treta është budallak, nëse ti, sidomos muzikë, ku kime qitë në skenë edhe e shojnë gjinja që o ka banë ose s'ka banë. Është e pamundur si prind me imponu. është pak jo e drejtë kushimesh për thëmë, Afrimi është një super aktor, e pëlqej si aktor, qoftë film, teatr, mirë, po në momentin kër u ullet këto, shkelqimi e ka mija. E vërtet, s'o mler me fol heq. Unë e vrejta, Afrimi edhe kam vrejt edhe në gjatë bisedave, se nga ka ra me nejtë edhe kështu jashtë studios, jepi artistëve të rallë, aktorëve të rallë që veç këtu sa fillun bisedën përmene disa emra, qoftë atyre që nuk jetojnë më, qoftë profesoreshën Ilire Vinca, do më thonë, gjithmonë dënë mi avdhon kreditin atyne më meritorve, edhe e di lidhen e ngushtë që ke pas me profën, pa dasht me të bo mundjek, me u mërzit profën Bekim, që ka pas përvjetorin para disa ditësh, profa Bekim Lumi, që ke pas bashkëpunëtor, më pas edhe mek sigurisht e tjere. Mirë po, këta me vlerësoj që mundesh më u shëndru në një super yll, superstar, mirë po, asë njëherë me harru ata cilët kanë shoqëru gjatë rrugtimit deri sa ke arrit aty ku ke arrit. Kjo është me u vlerësu, shambull i mirë. Thank you shumë, Rob, është ndoshta intervista e me 100 ose 200 kjo që bëj sot në karrierën tem, mirë po asë njonin prej moderatorëve që me thonë, do më nuk e kanë zirë në pani, diçka të tilë. E vrejt edhe në Facebook, edhe gjitha. Po, jo, realisht në e bëj, do më nas